Në sallën e bibliotekës së qytetit të Lushnjës, shoqata Vlaga organizoi një aktivitet përkujtimor në rastin e festës së pavarësisë dhe çlirimit të vendit, 28-29 nëntorit. Aktiviteti nisi me intonimin e himnit kombëtar, pasuruar nga kumtesa të ndryshme për rëndësinë historike të këtyre dy datave, duke u mbështetur në dokumente, dorëshkrime dhe rrëfime historike. Të pranishëm ishin qytetarë, intelektual dhe pasardhës të pjesëmarrësve të luftës nacional çlirimtare, të cilët morën fjalën njëri pas tjetrit për të ndarë mendime e kujtime lidhur me historinë e kombit dhe rëndësinë e këtyre festave kombëtare. Fjalën e rastit e mbajti kryetari i shoqatës Vlaga, zoti Lili Gogo, i cili theksoi se ruajtja e kujtesës historike është një detyrim moral dhe qytetar, sidomos për brezat e rinj. Që organizojnë me rastin e festave të nëntorit 28 dhe 29. Në 113 vjetori shpalljes së pavarësisë dhe 81 vjetori çlirimit të vendit nga nazi-fashistët. Na nderon në këtë aktivitet kryetarja e bashkisë, zonja E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe kryebashkiakja e Lushnjës zonja Riselda Sefa, e cila në fjalën e saj u ndal tek rëndësia e 28-29 nëntorit si shtylla të identitetit kombëtar dhe krenarisë shqiptare, duke theksuar se Bashkia Lushnjë do të vijojë të mbështesë nisma që mbajnë gjallë historinë dhe vlerat e atë dashurisë. Në kuadër të festave të 28-29 nëntorit, organizoj këtë aktivitet, patjetër shumë faleminderit për mbledhje të detajuar që na bën për këto festa, por ajo që duhet t'ju falenderoja është që vazhdoni të mbani gjallë çdo ditë këtë vepër të madhe të atyre patriotëve që në datën 28 nëntor ngritën flamurin, por që ne në Lushnjë e kemi ngritur në 27 dhe nesër ju ftoj të gjithëve që të na bashkoheni në sheshin kryesor për ta ngritur së bashku në mënyrë simbolike flamurin dhe 81 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë, ku kanë dhënë dhe veprat e tyre edhe të rinj dhe të reja nga Lushnja, nga gjithë mëzëqeja. Shumë faleminderit dhe njerë që vazhdoni të organizoni këto aktivitete, sepse duke organizuar këto aktivitete, ne mbajmë lart këtë ngjarje të rëndësishme të historisë sonë, por patjetër përpiqemi që ta transmetojmë te brezat e rinj në mënyrë që gjithë ajo vepër që kanë bërë patriotët për shpalljen e pavarësisë, por patjetër dhe gjithë ata që kanë jetën e tyre për çlirimin e Shqipërisë dhe për atyre vazhdojnë të mbetet gjithmonë gjallë.